e zotit Rama. Pra zoti Rama e kuptojnë fare qartë që po e mbyll thonjza shtegun e pezullimit, sepse përmes shtegut të pezullimit ai pa që siç u pezullua zëvendës kryeministrja, njësoj mund të pezullohet dhe kryeministri. Dhe kjo gjë sigurisht do vjerë nga drejtësia, që duket që është fare qartë që është një mekanizëm i cili qofse deri ti themi cop gjërat, ka funksionuar përmes një orientimi amerikan, po e themi, po që ishte në linjën asaj që interesonte zotit Rama, sot është e njëjta gjë me një linjë tjetër amerikane, po që nuk është në atë që zoti Rama e kontrollon. Kjo është perceptimi im. Dhe të thënë kjo, a është kjo një gjë normale? Për mua nuk është normale, po kur ti ndërton institucione të cilat janë të përdorshme dhe i përdoren nga ai që ka fuqi, atëherë, si më thënë, mirë dita kur ti do të jesh në krahun e gabuar të asaj fuqie që vepron pro ose kundër teje. Që do thotë, si do vjerë largimi zotit Rama? Pezullimin ai po e mbyll. Qartazi. Pra, ajo pezullimin nuk ka hallin e se mos po i pezullojnë Endri Shabanin. Apo jo. S'ka as hallin se po i pezullojnë atë kryetarin e kontrollit të lartë-shtetit, si ka ai tjetri. Sigurisht as nuk i ha për pezullimin apo jo të antarëve të gjykatës kushtetuese. Sepse nëse njëri që i ka futur duart gjykatën kushtetuese edhe për të ndërprerë mandat në mënyrë pa drejtë, ai është Edi Rama. Pra, gjithë këto, kushdo që e ka lexuar situatën e kupton fare mirë që kjo është narrativ kode. Por ka dy mënyra. Mënyra e parë është përmes goditjes ose pezullimit nga drejtësia të cilën ai po merr masa, dhe kjo rruga e dytë ngelet kush? Revolucioni është shumë i tepërt, pra është vështirë të ndodhi. Aq më tepër që ne jemi vendi NATO-s. Kjo nuk do thotë që opozita s'duhet ta ndalojë presionin. Sepse fal atij presioni, si më thënë, që ka bërë opozita, dikur kur flitet për Akshin, sot Akshi është një rast konkret. Fal atij presioni që bëri opozita, PSD-ja famshme sot ka pretencën për 39 vite burg, bashkë me sekuestrimin e atij hotelit në Durrës që u bë me lekët e që vidhin ata mjeshtrat e PSD-s në Tiranë. Pra njëri prej tyre rrezikon të futet 9 vite burg dhe mendoj që i meriton, siç i meriton nga i pari ke i fundit ato vitet burg, bashkë me sekuestrimin e pasurisë, pa diskutim. Kështu që rruga tjetër, mendojmë, do duhet të ishte kush? Do duhet të jetë një emocion mosbesimi. Mos emocion besimi, po dush. I të vetëve. Nuk ka rëndësi, mund ta kërkojë kushdo. Problemi është nuk është vështirë të nisësh një emocion besimi ose mosbesimi. E vështira ose problemi qëndron tek kush? Tek sigurimi i votave në parlament. Unë e kam thënë edhe një herë dhe më ka bërë përshtypje ajo që ka ndodhur të njëjtën e kaluar ose të martën e kaluar kur pa distancë. U bë një votim në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe që ishte një nisëm e mazhorancës dhe disi u bë votimi, disa doli votimi, 67 vota me 30 kundër. Pra, në një moment caktuar, dihet fare mirë që para se të fillojë votimi, kryetari i parlamentit, në këtë rast Niko Peleshi, do duhet të njoftojë kryetarin e grupit ose kryetarët e grupeve që të njoftojnë deputetët në sallë. Dhe krejt papritur, aty u bë një votim dhe doli ky rezultati, i cili u denoncua për disa minuta, më pas edhe nga Tedi Blushi, i cili përveç se është deputet, është dhe gazetar. Dhe ditë e lexoj situatën, pëlqeu shumë kjo gjë. Pra, tentativa dhe testi për mua, ajo ditë ishte një lloj testi që ndoshta nuk janë gjitha votat. Jo, nuk janë gjitha votat, që me mekanizmat e duhur, në një rast, si do thënë, nëse do shkohet dhe besoj që presioni do vijë gjithnjë e në rritje ndaj zotit Rama, unë mendoj që rruga që mund të goditet dhe do duhet goditet zoti Rama është përmes emocionit të besimit, sepse ai edhe pezullimin sigurisht që po mundohet ta heq. Çfarë është heqja e pezullimit? Heqja e pezullimit ishte mekanizmi i vetëm ku drejtësia mund të ndërhynte tek zoti Rama në mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse dhe kjo mbet për të parë gjithsesi nëse do shkojë deri në fund, sepse për shembull fakti që Reutersi, siç e pash unë dje, e nxorri si informacion. Edhe sigurisht që highlighti kryesor i Reutersit ishte që kryeministri i Shqipërisë ose mazhoranca socialiste si më thon çaktivizon mekanizmin e pezullimit, ai është trajtimi. Po, është një sinjal. Është një sinjal për të thënë që diçka po ndodh. Dhe të gjithë e kuptojnë që heqja e pezullimit nuk është rritja e pavarësisë së sistemit të drejtësisë, por është pengimi i saj, është frenimi i saj ose është amortizimi në një goditje që ta thash edhe një herë nuk vjen as për Endri Shabanin dhe as për kryetarin KLSH-s dhe aq më pak për Bajram Begaj, por i vetmi njeri i shqetësuar dhe që shqetësimin e tij e bën publik përmes asnjëherë të tij është po sikur këtyre prokurorëve të teket të pezullën në kryeministrin,
atëherë hajde ta pezullojmë dhe ta godasim këtë gjën. Prandaj po them që situata është shumë interesante dhe vetmi gjë, po e them edhe një herë që është duhet patur parasysh dhe e vëre është që askush nuk habitet më nga asgjë dhe vetmja gjë që presin të gjithë është dita kur zoti Rama do të largohet. Po Rama i është futur kësaj betejë tani me forcat brendshme të jashtme, kushdo që të jetë. I ka marrë për duket sikur i ka marrë parasysh dhe është. Unë nuk pres, unë nuk pres dhe besoj që po patjetër. Kjo ne nuk presim që zoti Rama të rri duar kryq dhe të presi, si më thonë që kur po vinë thonjza ta heqin. Sigurisht ai do t'i luajë të gjitha. Ama sa më shumë lëviz, aq më shumë tregon, aq më shumë ai na tregon se si apo nga po i vjen, si më thon, ajo që është fundi i tij i pashmangshëm.